Në periferi të rrugës Fush Krujë-Thuman, një sektor ka degraduar. Banorët e quajnë gjendjen skandaloze pasi kamionët kalojnë aty me shumë vështirësi. Një banor akuzon autoritetet shtetërore për lejimin e degradimit të këtyre rrugëve dhe për mos kontroll serioz të punimeve që bëhen. Ti ndodhe me unazën e Fush Krujës. Tu rruga është bë skandal. Nuk mirëmahet, nuk ka interes nga pushtetarët dhe këto pushtetarë ndëzërën me thonë që mos i fryt Zoti, qoftë edhe firmat. Bëjnë një punë pa cilësi, bëjnë një punë e shtrenjtë, vendosin ja 1 centim asfalt dhe për një muaj ajo prishet. Dhe miliona lek kalojnë ke firma, dhe me ata lek blejnë makina që kushtoni 180 milion lek dhe bëjnë punë të tjera dhe këtu e lanë për faqet dhe. Kjo shqetëson komunitetin, thekson banori, në problemet jetike që ata kanë dhe i kërkon që investimet shtetërore të kontrollohen. Për ja, se që shifni vetë ju, gjendja është skandaloze. Me njëherë du të vendor ato që e kam për detyrë. Është shqetësuese për komunitetin, është shqetësuese për shoferat, televizin, është shqetësuese për çdo problem tjetër jetik. Hajdini pushtetar, hajdini ju që i paguni për këtë punë dhe shikojeni. Mos rini me vjedh natë ditë, po hajdini këtu investoni dhe shikoni, kontrolloni dhe punimet kur të bëhet. Rrugët po degradojnë dhe deri tani nuk duket se janë marrë masa serioze për ta zgjidhur këtë problem.